për dikën që e dën shumë, edhe ka bu diçka që një me i dhnu, vetë a i dhnu, thush, i dashni për dashnin, ja fala ata. Nësë për me fjallin i dhnim për ta, kushtimisht për shumë. Edhe me thonë, së që mi dhnu, do këtë e ronë, veç me më u, do këtë e ronë ata. Ka disa mohime nuk janë përshtatshme për dashnin caktuar më. Edukata e të dashur me vetëm, edukata ata. Sikurse e gjejmë në Kur'an edukatën e besimtar me Allahun te barekutaala. Për shembull, surën Gjin. Gjin kanë thonë, nga besimtar, gjin, mirë po, e kanë mëndu Allahun xhallahu ala, e kanë mëndu Allahun te barekutaala. Ka Allah kresa që si shojnë po e dojnë Allahun, e adhurojnë Allahun xhallahu ala më shumë selam. Çka ka thonë për ta? Inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Subhanallah. Ne nuk pedim a shërë ka me zbrit mbi ata në tokë, apo Zoti po dënë mi udhëzu. Mi po qatë shërë që ka me zbrit, pika vjene o vëznjërë. Pa Allahu e lenë me ndodhë shërën, apo? Allah e lenë, sikur se kharin, apo? Po kër ka arë puna të këshirë, s'ja kam përmen emë në Allah të azo gjelë, apo? Ka së podim, a shërë ka me ndodhë në tokë, apo Allahu po dënë mi udhëzu, apo? Em erade bim rabbuhum rashada, apo dënë Allahu mi udhëzu, zim në së te khari dhe udhëzimi kanë përmendë Allahun xhallahu ala, te këshiri se kanë përmendë emrin Allah xhallahu ala. Për shkak se përmendëm këto apo. Ibrahim alayhis salam ka përmendë shumë Allahun xhallahu ala. Kur ka vot për Allahun xhallahu ala, çka thonë? Alladhi yut'imuni. Ai që më jap me hongër, wa yasqini, ai që më jap me pije apo. Ka përmendë çka nga Allah e përfiton. Ka thonë alladhi yut'imuni wa yasqini. Ai që më jap me hongër dhe me pi. O idha maritu fa huwa yashfin. E kur smuhem unë, ai më shëron. Po smuja është për Allahu azza xal. Apo, s'pro. S'ka thonë e kur të më smun, ai më shnosh. Ja. Smuja është e pakëndshme. Unë e kur smuna, ai më shnosh mua. Edukata, dashnia këto. Ka dashnia pse më fol çështo vëllai. Dashnia. Ai ku ka dashni, ka komunikim mirë, ka elegancë komunikimit. Ku s'ka dashni edhe komunikimi të mësohet apo. Nga se s'ka motiv për komunikim duhet. Dashnia të frymëzon më u shpreh mirë apo. Dashnia.